t'ju thënë të drejtën, e gjithë ushtria shqirimtare e Kosovës ka qenë strumbullari rreth të cilës është bashkuar i gjithë kombi shqiptar, jo vetëm Kosovë, po edhe Shqipërinë, Maqedoninë, në Preshevë, Medveç, Bujanovc, në diasporë deri në Amerikë. Prandaj edhe kjo ngjarje do të duhet të ishte pikërisht pikë përbashkimi dhe pikë referencës për të gjithë. Mirë po, bashkëpunimi ka munguar që disa vite me qeverinë e Republikës Kosovës, prandaj në me këtë rast unë ftoj qeverinë e Republikës Kosovës që të jetë ma e përgjegjshme dhe të vejmë kontakte, sepse ne kemi prit deri të themelohet qeveria, deri të formulohet qeveria dhe Parlamenti i Republikës Kosovës, dhe kërkojmë që normal të vihen kontakte dhe të vazhdojmë bashkëpunimin, sepse ne duhet të jemi koshient se përpos neve që i përfaqësojmë organizatat e dëmon veteranët, invalid dhe familjet e dëshmorëve, edhe qeveria e Kosovës ka dalë nga një palë zgjedhje demokratike, të cilat do të duhet të respektohen. Prandaj unë jam për bashkëpunim dhe për vënje të kontakteve dhe që të punojmë të gjithë në interes të përgjithshëm e ne të përfaqësojmë sa më në mënyrë dinjitoze interesat e veteranëve, familjeve dëshmorëve dhe të invalidëve, në mënyrë që të kemi bashkëpunim dhe të kemi mirë kuptim me institucionet e Republikës Kosovës dhe mos të kemi përqarje. Normal jemi për komunikim ka pasur, por nga ajo që kuptuam edhe më herët nga zotëri Sylla prej OVL-UÇK-s është që jeni ndjerë të nënvlerësuar prej mënyrës së komunikimit. Edhe në vendimin për Këshillin Shtetëror është në pikën 1.8, madje një përfaqësues nga organizatat e dala nga lufta, por edhe mënyra se si ja kanë dërguar emailin, Sylla thot në kronikën paraprake që është nënvlerësuar OVL-UÇK-ja, pra s'ka përmendur emra, a do duhet ishte kjo arsye që të mos shkoni në këtë takim të parë sot? Unë mendoj se kjo ngjarje ka të bëjë më së tepër me luftën me Ushtrinë Shqirimtare të Kosovës, të cilën e përfaqësojmë ne. Dhe është e vërtetë se është dashur që të kemi komunikime të mëhershme, të kemi edhe qasje të duhur të ketë qeveria ndaj nesh, sepse kjo i bjen në një farë forme veç sa me lagojnë. Përndryshe, siç thot populli, përndryshe ne jemi për një bashkëpunim të vërtetë, për një bashkëpunim pa hile dhe që është në interes të organizatave, po edhe ashtu të gjithë veteranëve, sepse ju e dini që kemi të lashe ne dhe faktikisht ne veç i kemi adresuar disa kërkesa Parlamentit Kosovës dhe Qeverisë Kosovës, të cilat kanë të bëjnë me miratimin, me hartimin dhe miratimin e ligjit i cili ka qenë veç në procedurë, ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës së Ushtrisë Shqirimtare të Kosovës, si dhe kërkesën që ligjet ekzistuese të zbatohen në tërësi sa i përket çështjeve të veteranëve